Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Të bëjmë leximin e vitit 2026. Çfarë na pret? Të dashur deshës që shikoni kam ndezur timian, që është timian për bekime. Dhe dua të dashur që janë që nga muaji janar dhe deri tek muaji dhjetor të qofshi të bekuar. Bekime paqe në shëndet, dashuri, mirëqenie, begati, familje, zhvillim personal, profesional, apo të gjitha ato çfarë ju do zemra e juaj. Bekuar qofshi dhe qoftë një vit i mbar, të dashur deshër. Tani, unë do e marrë secilën letër që përfaqëson në fakt një muaj të vitit. Por nëse them që do ndodh kjo apo do të bëni këtë, nuk do thot patjetër. Energjia juaj varet nga veprimet e juaja dhe si në çfarë mënyre do fokusoni për të rregulluar atë çfarë është më primare për ju. Pra, do fillojmë me muajin janar që nuk është fort një lexim i lehtë, do të thosha të dashur deshër. Ky është një vit që vë dashin në kësaj radhe përballë vetes. Do thosha në pasoja reale nëse nuk i dëgjoni dhe nuk i vëni re gjërat që do ju thuhen këtu. Një vit premtimesh të dashur dhe jo një vit vendimesh, më falni, dhe jo premtimesh. Dashi hyn në këtë vit me zjarr brenda, është asi i shkopive që pasqyron zjarrin, në fakt pasqyron juve të dashur. Por me zjarr, me dëshirë që është ajo, një dëshirë goxha të madhe, por edhe me lodhje mendore. Ka ndjesi që diçka duhet të ndryshoj. Jeni duke ndjerë që diçka duhet të ndryshoni. Por ende sikur nuk jeni të sigurt çfarë. Ka kaluar kohë duke shtyrë vendime, duke u marrë me gjëra që nuk ju kanë shqyer më shpirtin dhe duke pranuar situatat nga zakoni. Apo nga ajo që zakoni po, por një lloj zone e komfortit. Mirë jam kështu, edhe qoftë keq, mirë jam, aman, mos të bëjnë ndonjë ndryshim. Nuk je, që është gjë e qartë nga kjo letër këtu të dashur, nuk je më në fazën e provave. Viti 2026 të dashi kërkon përgjegjësi. Viti nis me një impuls të fort, ide, dëshirë, një shtys për të filluar diçka të re. Mund të jetë projekt, vendim personal, ndryshim në marrëdhënie apo punë, nga ky as këtu. Por me njëherë përballë del 4 të kupës, që është apo që tregon, pasqyron, ke mundësi përpara, por mendja jote është ende tek ajo që nuk shkoi. Çfarë nuk eci, çfarë të zhgënjeu, çfarë të ka ngelur aty mendja, qoftë person, qoftë situatë. Po i shikon sikur ofertat me skepticizëm të dashur deshër. Duhet keni kujdes. Nëse hyni në vit me mentalitet si ja vlen ose s'doja dal, po e mbyt vetë zjarrin që po ndizet një dëshirë këtu tek ju. Mos e refuzoni të dashur deshër një ide vetëm sepse nuk duket perfekte që në fillim. Marsi, faqe e shkopive dhe 6 të shkopive që janë njëra afër tjetrës. Pastaj do mirem me të. Faqe e shkopive, këtu vjen një fazë eksperimentimi, do ta quaja. Një fazë eksperimentimi. Do të ndiheni më kurioz, më të hapur për të provuar gjëra të reja, por në të njëjtën kohë tërhiqesh
nga e kaluara. Mund të rikthehet një person, se kam 6 të kupës që pasqyron atë në fakt që është prilli, nga që të lidhen njëra me tjetrën dhe më duhet të flas për to, është si që thash fazë eksperimentimi, por me një skepticizëm. Rikthehet një person, mund të rikthehet një ide e vjetër, ose një dëshirë që ndoshta e kisha harruar më përpara. Por pyetja kryesore këtu nga këto letrat bëhet, apo kthehesh sepse ke mall, apo sepse nuk ke guxim të ecësh përpara. Dhe kjo është më rëndësi ti përgjigjen i vetes. Gabimi që mund të bëni është të idealizosh të shkuarën dhe të harrosh pse u largove nga kjo e kaluar, qoftë person apo situatë. Muaji maj dhe qershor, por do kap me njëri maj, është rrota e fatit. Këtu ndryshon ritmi i vitit të dashur deshër. Rrota kthehet në favorin tënd, por vetëm nëse e gati të jesh i qëndrueshëm dhe jo impulsiv. Kjo periudhë flet për stabilizim financiar që është mbretëresha e monedës, që është maji dhe qershori. Stabilizim financiar, vendime të mençura praktike, pastaj fokus tek siguria, shtëpia, trupi, puna reale. Fati, ta quajmë ashtu, fati të jep shanse, por ti duhet ta mbash. Absolutisht duhet ta mbash. Këshillën që mund t'i jap për maj dhe qershor, mos shpenzo, të dashur, mos shpenzoni energji për të impresionuar të tjerët. Sikur shtrëmbur po i maj nga dora në tavolin, për të impresionuar të tjerët. Investo në atë që të mban gjatë. Korikun dhe gushtin kemi se lidhen njëra me tjetrën. 9 shpatës. Këtu del sikur të jetë pika më delikate e vitit. 9 të shpatës tregon ankth, mendime që s'të lën rehat, frikë nga humbja ose nga përsëritja e gabimeve të dashur deshër. Por me një pasaj vjen asi i kupës, që të mbaj kështu të shikoni dhe ju, nga kamera. Asi i kupës është një shans emocional shumë i pastër. Shumë i pastër. Kjo do të thotë ose e përball frikën, se dalesh nga zona e komfortit dhe e hap zemrën, ose mbyll veten dhe humb këtë muzi, që është asi i një dashuri e re, që nuk do thot patjetër dashuri, mund të jetë diçka e re, një gjë fringo e re. Ky është një moment, ta them, sinqeriteti total. Gjysmë ndjenjat apo gjysmë investimi nuk do të funksionojë më, të dashur deshër. Shtatori dhe tetori, të dashur, po fillojmë njëherë me shtatori, është 6 të shkopive. Tregon një person goxha të mburrur, krenar me veten e tij. Është një nga kombinimet më të rëndësishme të vitit. 6 dhe 7 të shpatës, që janë shpata që të dyja. Nga njëra anë arritje, vlerësim, fitore, si që thash pak krenar, personale, mund të jetë fitore personale, nga ana tjetër xhelozi, loja pas shpine, dikush apo ju vetë nuk po tregoni gjithë apo të vërtetën, apo nuk jeni të sinqertë me veten e juaj apo me dikë tjetër. Mund të jetë njëra apo tjetra. Paralemrimi nga këto 2 letra thot mos e ndërto suksesin mbi mashtrime.
apo të vetes tate, duke i dhënë shpresa falso vetes se do bëhet, s'ka lidhje, është mirë kështu, do kaloj. Edhe është thjesht një shembull që nuk do t'jetë thot ajo. Mashtrime as ndaj vetes e as ndaj të tjerëve. Ajo çfarë duhet t'i bëni pyetje vetes të dashur, është apo fitoj me integritet apo është vetëm në dukje. Nëntori dhe dhjetori. Fillojmë me nëntorin një herë për të pasqyruar vetëm letrën që vjen, është 3 të kupës. Viti mbyllet me një lloj çlirimi, është një festë këtu, po arktohen, po ngren gotat, lehtësim, mbështetje, nga rrethi i afërt, gëzim të pastër, Dhe 6 të shpatës tregon lëvizjen tënde, kapërcimin, largimin nga një fazë e rëndë në mendje më të qetë, vendim për të mos u kthyer më aty ku ke vuajtur, që do të thotë mund të jetë person apo thjesht situatë. Nuk është aratisje të dashur deshër, është thjesht pjekuri. Tani, letrat shtesë që kam këtu, thjesht për të marrë mesazhe më shumë. Kjo letër është shumë e qartë. 2026 të kërkon, që mund të bëni dhe screenshot dhe të përktheni vetë, të kërkon të pranosh që jo çdo lidhje, situatë apo bashkëpunim është për ty. Sa më shpejt të pranosh, aq më pak do humbasësh kohë. Dhe e dyta letër që tregon për your spirit guides are near, do të quajmë engjujt rojet se gjithi kemi, janë shumë afër, pa u bërë mistik, intuita jote këtë vit është goxha e fortë, por vetëm nëse ndalon së zhurmuari mendjen tënde dashi. Mesazhi, apo mund të them dhe këtë, nëse diçka të duket gabim, është gabim. Mos kërko prova për ta justifikuar dyshimin, absolutisht jo sot, jo kurrë. Dhe të dashur deshër, ky vit nuk të shpëton, ky vit të rrit. Nëse merr përgjegjësi, fiton. Po përgjegjësi po them me kuptimin e plot të fjalës. Nëse ikën nga vetja, humb më shumë se sa mendon. Ke kujdesë në rrugtimin tënd të vitit. Mund të arrini shumë apo këtë çlirim, këtë festë mund të arrini dhe në mes, po dhe në fillim, varet, siç thash që në fillim, nga fokusi dhe prioriteti i juaj të dashur. Ky është një vit që ju fut në fazën e provave dhe ju kërkon goxha përgjegjësi. Gëzuar dhe qoftë një vit i mbar.